bashku njerëzit që kanë bërë. Sali Berisha ditë për ditë shkoi të tall koqet me Spakun ke dera Spakut. Po pse bën ai këtë? Ka frikë do me bë presion, prandaj bëhet. Dhe Spaku duron presionin. Dhe Spaku fut verion Belin për prishje provash Berishën që kërcënon çdo ditë nuk e. Po ma e peqi gjykata. Mos ta bëni budallë. Prit se këtu dole me vet. Sot gjykata kushtetuese që po tregon mungesë thellë dinjitetit dhe karakteri i dha të drejtë Sali Berishës këtë çështje. Pse? Sepse këtu janë kundër Spakut dhe gjykata kushtetuese po punon kundër Spakut dhe po mbroj Berishën. Ata e çun arrest shtëpie më burr. Edhe liroi gjykata. Liroi gjykata kushtetuese. Arresti shtëpisë për mua ishte qesharak. Po pse qesharak? Arresti po jo më ata tregon seriozitet mos e ky botë ka shëndit shtetit. Spaku në opinionin tim po vepron në mënyrë qesharake sepse po vepron me agjenda politike, ta themi të sot. Mos kërcet po, Spaku ka agjendë politike, drejtësia nuk vendoset me aksione, drejtësia vendoset me drejtësi mbi bazën e fakteve, provave. Një e para, e dyta, nuk ke disa njerëz pa dyshim më ka korrupsion shkëmi. Edhe ka, po këtu është katastrofë të merr burr, çat po. Po ke njerëz që Spaku i ka marrë ka një vit mrena dhe nuk kanë aktakuz akoma. Nuk kanë akoma aktakuz. Mos merr tash mos i hy kot tyre po nuk i din doset ne apo se do drejtësie që unë besueshmërinë dhe ke për ta pa dhe për të ke për ta pa fundi do të jetë mama me këtë fjalë. Se di pse ke kap me këtë kaqinot me Spakun. Fundi do të jetë kominot. Shiko, është për herë të parë që kemi pas ka bos gjomër ti. Po si s'ka bos gjomër ke ministra Hamburgo vaç. Ka ministra më do të bëjë. Se fut ka ministra Hamburg. U kënaqë mos e kapën hajdurin e futbollit. Kanë çuar duke bërë po vrasësit. O syç, më fal. Një sekond. Ka 35 vjeç. 35 vjeç që këta njerëz i ka ram qaf qytetari për drita më valla. Sot po hyn ministra. Ore ti ke çfarë bëni valla? Po ku e kena ndruar në herë këtë lloj nivelin e valla. Po jo. Ti do të vendosësh drejtim në aksion. Drejtësi ti para. Jo me aksion valla, me besje valla, me time, me është kendje e të drejtave të njerëzit. Mos ja fut të drejtat e njerëzit janë bosi drejtat e ariut sot se ktheu. Po ku më drejtat e njerëzit ty e kapsh këto legendave që kanë 35 vjet që rrjeve miletin e